Një fuqi e padukshme po vepron. 4 shenja do ndjejnë ndryshimin brenda 72 orëve. Në orët që vinë, një valë energjie po lëviz në heshtje përmes gjithësisë. Kjo fuqi e padukshme po prek vetëm ata që janë gati shpirtërisht, ata që kanë duruar, dashur dhe besuar edhe kur gjithçka duke e humbur. Universi po përgatit një ndryshim të bethë, një përmbysje që ndodh brenda 72 orëve dhe do të ndjehet në shpirt, në fat dhe në realitet. Mos e injoro ndjesinë që ke sot, sepse ajo është sinjali i parë. Universi po vepron tani. Dhe ndoshta ti je një nga ata që do ta ndjej këtë dridhje të shenjtë. Dashi, një valë energjie po të rrethon dhe po pastron çdo pengesë që ke mbartur. Kjo javë është si një dritë e padukshme që të shtyn drejt një fillimi të ri. Në punë, një mundësi që se kishe pritur do të hapet pa pritur. Një takim, një telefonat apo një vendim i vogël mund të ndryshojë plotësisht drejtimin. Në dashuri, ndjenjat e vërteta fillojnë të dalin në sipërfaqe dhe ti do ta kuptosh qartë se kush është pranë teje me shpirt e kush vetëm me fjalë. Universi po të udhëheq drejt guximit, sepse momenti për të bërë hapin që ke shtyr ka ardhur. Në fund të 72 orëve, do ta ndjesh qartë këtë energji si një ndriçim të brendshëm. Mos dysho, ajo që ke kërkuar po vjen drejt teje. Gaforja. Për gaforen, kjo javë është një thirrje nga drita. Universi po e çliron shpirtin tënd nga çdo frikë dhe po të përgatit për një ngjarje që do të ndryshojë rrjedhën e ditëve të ardhshme. Në punë mund të marrësh një lajm që se prisje, por që hap rrugë të reja. Në dashuri, ndjesitë janë më të thella se kurrë. Një person mund të afrohet me fjalë që prekin shpirtin, është energjia hyjnore që po bashkon ata që janë të destinuar. Në aspektin financiar, një pagesë ose ndihmë e papritur do të sjellë frymëmarrje. Nëse ke ndjerë se gjërat kanë qenë të ndaluara, tani gjithçka fillon të ecë. Brenda 72 orëve do të marrësh një shenjë të qartë, diçka e vogël, por që do të të provojë se universi po vepron për ty. Akrepi, një fuqi misterioze po të rrethon, akrep. Energjia që po vjen është e fortë, por miqësore, një ndriçim që shëron plagët e thella dhe rikthen besimin. Në punë, një situatë që dukej pa zgjidhje do të marrë kthes pozitive. Në dashuri, ndodh diçka e papritur, një mesazh, një telefonat ose një gjest që prek shpirtin tënd. Kjo është një nga ato periudha ku universi flet përmes përputhjeve dhe sinjaleve. Në financa, stabiliteti fillon të rikthehet ngadalë dhe një person që se prisje mund të ndihmojë. Brenda 72 orëve do ta ndjesh fuqinë që të shtyn drejt diçkaje të re, një projekt, një marrëdhënie apo një ide që do të transformojë jetën tënde. Mos haro, ajo që duket rastësi është në fakt thirrja e fatit. Peshorja. Për peshoren, këto ditë janë si një pasqyrë midis të kaluarës dhe fillimit të ri. Një energji e padukshme po të shtyn të marrësh vendime që do të ndryshojnë mënyrën si e jeton jetën. Në punë, një mundësi bashkëpunimi ose një ofertë që vjen papritur do të bëjë të ndalesh dhe të reflektosh. Në dashuri, një person që të ka ndjekur në heshtje mund të tregojë hapur ndjenjat e tij. Në financa, situata përmirësohet, ndoshta jo menjëherë, por me një lajm që të jep shpresë të re. Universi po të rikujton forcën e besimit, gjithçka që po ndodh tani është për të përgatitur për bekimin që vjen. Brenda 72 orëve, një shenjë do të provojë se je në rrugën e duhur. Një fuqi e padukshme po lëviz përmes jetës tënde, mos e lufto, pranoje. Nëse ndjen dridhje të lehta, ndryshime në ndjesi apo qetësi të papritur, është sepse universi po vepron tani për ty. Brenda 72 orëve, çdo shpirt që është gati do ta ndjejë këtë transformim. Shkruaj shenjën tënde në komente dhe thuaj: unë ndjej energjinë që po vjen. Mos haro të abonohesh në Zëri i Universit, sepse çdo video është një udhëtim drejt dritës që po të thërret.